Unë mendoj se Lumir Abdigjiku është sabotu mbrana për mbrana. Sepse orientimi i votës për të mos ta votuar Lumir Abdigjikun dhe pretendimet e shumta për ta marrë postin e udhëheqësit të partisë e ka sjell edhe këtë rezultat. Nuk po them që është krejtësisht, po edhe këtë rezultat. Do me thonë, gjithandej ti e dëgjon, tu i thonë Lumirit Lubomir. Kjo del mrana për mrana LDK-s. Natyrisht, ky inati mranshëm sjell pasoja. Po kjo nuk ka ndodhur vetëm me zotin Abdigjiku, ka ndodhur edhe në të kaluarën. Ka ndodhur në mënyra si është rrëzu Isa Mustafa. Pra prej, në fakt, fatmirësi diu prej Isa Mustafës. Pastaj mënyra se si u paketu dështimi i Abdullah Hotit dhe Isa Mustafës për t'i hapë rrugë ardhjes së Lumir Abdigjikut. Pastaj si u paketu gjëja ndëshkimi dhe përjashtimi i Vjosa Osmanit nga LDK-ja për t'i sjellë në rezultat krejt tjetër asaj si viktim në vetëvendosje dhe ndëshkimin e kësaj. Pra, në LDK ndodhin këto gjëra, sepse aty gjithmonë ekzistojnë një kryetar dhe një 4 kryetar tjerë. Pra, nuk janë vartës të tij, po janë kryetar secilin në verzionin e vet. Po ajo që po du me thonë është ta zonë të LDK-ja. Ka një tregim të vazhdueshëm që po ndërtohet se këta u ndëshkuan se nuk e dështen koalicionin me vetëvendosin. Për mua kjo është gabim. Është vazhdim i një sulmi mbi LDK-n. LDK-ja jeton, qëndron duke u ballafaquar me vetëvendosin, jo duke u bërë patericë saj, se këtë mënyrë ajo shkrihet se ligjërisht ekziston edhe lista Guxo si subjekt politik. Partia Guxo, ata nuk ekzistojnë pa Albin Kurtin si parti politike. LDK-ja me këtë përbomje të kësaj të këtyne emrave në listën e votuesve, unë mendoj që ka qenë më e mira. Po të hynte në vetëvendosje, unë mendoj që do ta kishte grupin më të mirë parlamentar ndonjëherë. Por megjithatë, duke qenë në LDK, mori një rezultat tjetër. Dhe pse tash duhet të jesh kritik për të marrë rezultat më të mirë? Hikmeti Bajrami. Të 2-3 vjet e fundit ka qenë ballë të luftës. Abdullah Hoti. Po ashtu konsistent në qëndrimet e tij. Armen Zemaj. Janina Imeri që është fenomen. Pse? Sepse ajo në këto muajt e fundit u bë simbol i luftës me mafin energjetike. Ishte guximshme zonja. Flet nga njëherë edhe me gjuhën e vetëvendosjes. Vuk vendosje. Pra e fut në fjalor politik të përditshëm një shprehje që më herët nuk e kemi dëgju. E ke tani këtu Ermal Sadikun, cili për herë të parë hyn ty në edhe bëhet deputet. Krejt që to duhet me pas parasysh njerëzit që LDK-ja me ndryshu edhe me qenë tepër aktive, më agresive në ballafaqim me regjimin e Albin Kurtit.